Allahu i madhëruar pasi na tregon për strehimin e djemve në shpellë dhe për vendosjen e tyre në gjumë, na informon për kushtet në të cilat ndodhi mrekullia e tyre 300 vjeçare dhe thot në vazhdim të ajeteve të surës El-Kehf: "Wa tara ash-shamsa idha tala'at tazawaru an kahfihim dhat al-yamin", sikur ta shihje diellin kur linte anohej nga e djathta shpellës së tyre, "wa idha gharabat taqriduhum dhat ash-shimal", dhe kur perëndonte i linte ata nga e majta, "wa hum fi fajwatin min", ndërkohë që ata ishin në hapësirën e brendshme të shpellës. "Dhalika min ayatillah", ajo ishte prej shenjave ose mrekullive tona. "Men yahdillahu fa huwa al-muhtadi", atë që udhëzon Allahu, ai është i udhëzuari. "Wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida", dhe ka humb Allahu madhëruar, nuk dëgjosh për të kujdestar që ta drejtojë atë. Ajo që shihet nga ky ajet prej kujdesit të Allahut madhëruar për këtë djem është prezenca e përhershme e diellit, i cili linte nga e djatha e shpellës së tyre dhe perëndonte nga e majta e saj, për t'ju afruar atyre ndriçim të vazhdueshëm dhe për t'ia rregulluar ajrin dhe temperaturën e brendshme të shpellës. Dhe ndërkohë ata ishin në hapësirën e brendshme të shpellës, ku tavani i saj i mbronte ata nga rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Shumica e komentuesve të Kuranit mendojnë se hyrja e shpellës duhet të qenë nga veriu, përderisa lindja ishte nga e djathta e shpellës, ndërsa perëndimi nga e majta e saj, sepse kushdo që ka të djathtën nga lindja dhe të majtën nga perëndimi, atëherë fytyra e tij do jetë nga veriu. Kjo, thot Allahu madhëruar, ishte prej mrekullive tona, dhe fjala mrekulli e përdorur në këtë ajet është për ato gjëra që tregojnë qartë dhe dukshëm për fuqinë e Zotit ton. Disa komentues të Kuranit kanë hedhur idenë se ndoshta shpella e djemve nuk ishte me drejtim nga veriu dhe se dielli e ka ndryshuar trajektorin e tij për të lindur nga e djatha dhe për të perënduar nga e majta, si nderim për këta djem dhe për të shfaqur akoma më dukshëm mrekullinë e Allahut madhëruar dhe kujdesin e tij ndaj këtyre djemve. Mirë po, kjo duket diçka e sforcuar dhe mjafton në lidhje me mrekullinë fakti që Allahu madhëruar i inspiroi këta djem për të tërhequr drejt kësaj shpelle, e cila duket sikur është krijuar për ta, sepse çdo gjë në këtë botë ndodh me një caktim të hershëm dhe ky është kaderi i Allahut dhe kaq është e mjaftueshme për të shprehur ose për të nxjerrë në pa mrekullinë e Allahut madhëruar lidhje me kujdesin e tij ndaj djemve. Pastaj Allahu madhëruar e përfundon ajetin duke i kujtuar profetit sallallahu alaihi wasallam se udhëzimi është në dorën e tij dhe i thot: atë që udhëzon Allahu, ai është i udhëzuari, dhe atë që humb Allahu madhëruar nuk e përgjetur për të ndonjë kujdestar që ta drejtojë. Dhe kjo është ngushëllim për profetin sallallahu alaihi wasallam, i cili, siç u tha në fillim të surës El-Kehf, gati sa shkatronte veten e tij nga brenga për udhëzimin e popullit, dhe kështu ai i kujton atij se ai ishte ai i cili i udhëzoi këta djem dhe i veçoi me besim dhe u kujdes për ta, ndërkohë që ishin në atë shpellë dhe hasën në vështirësi për shkak të besimit. Dhe kështu profeti nuk ka detyrë veç se kumtimin e fesë dhe përcjelljen e saj të qartë, siç thot Allahu madhëruar në Kur'an: "Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin", nuk ka për detyrë profeti veç se përcjelljen e qartë të fesë së Allahut madhëruar.